Një ashtu lusmi Zotin e madh nga kjo vend, nga kjo ditë, duke qenë agjerueshëm që Allahu musliman në Gazza Allahu t'i ndihmoje. Allahu harmikun e tyre Allahu t'a shkatroje. Ata të cilët i mbisin fëmijët e muslimave pa dhimbje, Allahu shijimin e fëmijët e tyre Allahu t'ja bëjë të mundër me shiju këtë dhimbje, ja Rabbel Alamin. Të nderuar vëllezër, me të vërtetë syri ton, zemra pikëllohet, po nuk kemi kujt janë komi përpos Allahu xhalla shanu wa xhalla xhelalu. Pranë në natën e Sifirit, ku gjithë ne jemi konë të rahatum në familjet e tona, ata të cilët nuk i kanë lënë rahat pejgamberët, nuk i kanë lënë rahat të zgjedhurit të Allahut, dje nuk i lënë as muslimanët që ta kryejnë këtë muaj, me gjithë se shtëpitë e tyre i kanë të rënume, e dikush prej juve mundën me thonë, abe hoxh, shka mu mine me bo këtu? Shpeshere kam përsërit dhe e thamë, pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam ka thonë muslimanët janë sikur se një trup. Në qovë se një pjesë e trupit ndin dhimbje, dhamit dhem, i tërë trupi e ndin dhimbje. Një ashtu rasti i Ibrahimit, kur u dëgj, apo dasëm ta dëgjën, ta djegin në zjarë, Allahu tregon që aty ishte hardhuci, zhapini dhe bubreci milingona, si cili prej tyre ishte duke bo njëri dëm e njëri dobi. Edhe parashot pyetja, shka bani dobi? Ate rast bubreci shkoj e mu një pik uj dhe tha, ta di Allahu në cilën pal jam. Edhe ne kur flasmi nuk imi duke full se ndoshta ndikojmë apo bëjmë diçka, mirë po ankohemi te Allahu dhe Allahu ta di nga cila pal jemi. E sot të nderuar vëllezër, kur muslimanat janë që shka paralemru pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, sikur se shkuma e detit e cila nuk ju bën dobi asgjë. Allahu në lutë që Allahu na falë neve mangësitë tona që i kina karshi atyre muslimanëve ja Rabbel Alamin. Allahu na falë dhe t'i ndihmoj muslimanat. Allahu t'i ndihmoj muslimanat Gazze, me fitore Allahu t'i përgëzoje. Në shtëpijet e tyre Allahu t'i rahatoje ja Rabbel Alamin.